Mirëmëngjes dhe mirë se vini në bota e horoskopit. Ju uroj një të diel të mbar dhe pa humbur kohë. Të shikojmë çfarë na sjellin letrat tarot për 12 qenjat e zodiakut për ditën e diel 9 gusht 2026. Ju faleminderit që na ndiqni. Dashi, letra e tarotit për sot dash, 5 kupat. Një letër që lidhet me pendesën, zgënjimin dhe dhimbjen për diçka që ka ndodhur në të kaluarën. Ndoshta ka një situatë për të cilën ende mendon dhe pyet veten, po sikur të kisha vepruar ndryshe. Por 5 kupat të kujton se të qëndrosh i lidhur me atë që nuk mund ta ndryshosh, nuk do ta ndryshoj të shkuarën. Megjithatë, edhe dhimbja mund të jetë një mësuese e fuqishme. Ajo të ndihmon të shohësh situatat nga një këndvështrim tjetër, të kuptosh gabimet e të kthesh përvojat e vështira në mësime që të ndihmojnë të rritesh. Më 9 gusht, hëna ndryshon shenjë, duke kaluar në sektorin e komunikimit, në sektorin e shtëpisë dhe familjes. Ky ndryshim emocional të jep mundësinë të reflektosh mbi gjërat që ke mësuar gjatë fëmijërisë dhe mbi modelet që ke trashëguar nga familja. Ndoshta po kupton se disa sjellje apo modelet e së kaluarës nuk duhet të përsëriten më, dhe pikërisht këtu qëndron fuqia jote. Ti mund të jesh personi që ndërpret atë cikël. Mos lejo që e kaluara të përcaktoj të ardhmen, merr mësimin, lëre pas pendesën dhe zgjidh të krijosh një model të ri. Mesazhi i 5 kupave, nuk mund ta ndryshosh atë që ka ndodhur, por mund të ndryshosh mënyrën se si ajo përvojë do të ndikojë tek ti edhe tek e ardhmja jote. Demi, letra e tarotit për 9 gushtin Dem, Hierofanti. Një letër që lidhet me besimet, parimet e idetë që kemi mësuar nga familja, shoqëria dhe mjedisi ku jemi rritur. Sot është një ditë e mirë për të pyetur veten, a janë vërtet të mia këto bindje apo thjesht i kam trashëguar nga të tjerët. Ndërsa hëna largohet nga binjakët, duke lënë sektorin tënd të parave, duke hyrë në sektorin e komunikimit, vëmendja vendoset te mënyra se si mendon dhe ti shpreh idetë tua. Është koha të flasësh për ato bindje që ke mbajtur për një kohë të gjatë. Dëgjoj çfarë kanë për të thënë të tjerët, jo sepse duhet të ndryshosh mendimin, por sepse një këndvështrim i ri mund ta zgjerojë mënyrën se si po e sheh botën. Në të njëjtën kohë, mos ke frikë të shprehësh mendimet e tua. Nuk ke nevojë të imponosh mbinit e tua të tjerëve dhe as detyrosh veten të mbash ato nëse nuk të përfaqësojnë më. Sot mund të reflektosh, të mësosh dhe të kuptosh se cilat ide janë vërtet pjesë e jotja dhe cilat thjesht ti kanë mësuar. Mesazhi i Hierofantit, dëgjoj të tjerët me mendje të hapur, shprehu me respekt dhe mos ke frikë të rishikosh atë që dikur e besoje si të vërtet. Binjakët, letra e tarotit për këtë të diel, Karoca binjak. Një letër që simbolizon punën e palodhur, vendosmërinë dhe atë ndjesinë që të kap kur një situatë bëhet shumë e ndërlikuar dhe fillon të mendosh, ndoshta duhet të heq dorë. Por letra e tarotit Karoca të kujton se përparimi kërkon këmbgulje edhe kur gjërat nuk ecin as shpejt sa dëshiron. Mos harro sa shumë ke arritur deri tani. Më 9 gusht, hëna largohet nga shenja jote dhe kjo të jep mundësinë të lësh pas disa çështje personale që të kanë kërkuar shumë nga energjia dhe vëmendja jote. Tani është koha të kthesh fokusin te puna, financat dhe mënyrat se si mund të krijosh të ardhura duke ndihmuar të tjerët. Mund të kesh një aftësi, njohuri ose talent që mund të përdoret për të ardhur në ndihmë njerëzve të tjerë dhe në të njëjtën kohë të bëhet një burim fitimi për ty. Mos e ndërvlerëso atë që di, zgjidhja e problemeve të tjerëve mund të jetë pikërisht çelësi i mundësisë të të ardhshme. Mesazhi i letrës tarotit Karoca, mos u dorëzo vetëm sepse rruga u bë më e vështirë. Mbaje drejtimin, përdor aftësitë tua dhe vazhdo përpara me vendosmëri. Gaforia, letra e tarotit për sot, 9 pentakulat gafore. Një letër që lidhet me pavarësinë, vetbesimin dhe aftësinë për t'ia dalë mban vet. Dhe sinqerisht, kush do të ndihej mirë duke qenë plotësisht i pavarur. Më 9 gusht, hëna hyn në shenjën tënde duke të sjellë më shumë vëmendje te vetja, nevojat e tua dhe zhvillimin personal. Kjo është një ditë e mirë për të parë me kujdes fusha të ndryshme të jetës tënde dhe për të kuptuar se ku ke nevojë të bësh përmirësime. Mund të fillosh duke pyetur veten, ku jam duke u mbështetur shumë te të tjerët, a ka njerëz, situata apo rrethana nga të cilat je bërë tepër i varur? Të kuptosh se ku qëndron varësia jote është hapi i parë drejt pavarësisë më të madhe. Letra e tarotit 9 pentakulat të kujton se ti je i pavarur. Nuk do të thotë mos kesh nevojë kur për askënd, do të thotë të ndërtosh aq shumë besim te vetja sa të dish që mund t'ia dalësh edhe kur duhet të ecësh vetëm. Mesazhi i 9 pentakulave, investo te vetja, forco pavarësinë tënde dhe ndërto një jetë ku ndihesh i sigurt dhe pa u mbështetur vazhdimisht te të tjerët. Luani, letra e tarotit për sot, 6 shkopinj Luan. Duket se ke përpara një ditë shumë të mirë.
Letra e tarotit 6 shkopinjt simbolizon suksesin, fitoren, njohjen dhe triumfin pas përpjekjeve të tua. Nëse e përballë një situate ku duhet të konkurosh, të provosh veten ose të luftosh për një qëllim, energjia e kësaj letre është në favorin tënd. Mund të marrësh një rezultat pozitiv ose më në fund të ndihesh se përpjekjet e tua po vlerësohen. Por ka një këshill të rëndësishme. Me hënën që hyn në shtëpinë tënde të armiqve të fshehtë, duhet të kesh kujdes që suksesi mos e të bëjë tepër krenar. Jo gjithmonë e di se çfarë ndikimi mund të ketë një person tjetër në situatën ku ndodhesh. Dikush mund të mbështesë në heshtje, ndërsa dikush tjetër mund të mos jetë aq miqësor sa duket. Prandaj mos lejo egon të marrë kontrollin. Shijoje suksesin tënd, por vazhdo të sillesh me respekt dhe maturi. Ti mund të lësh gjurmën tënde në botë pa pasur nevojë të ulesh askënd. Mesazhi la 6 shkopinjve, fitoria është e jotja, por mënyra se si sillesh pasi fiton tregon karakterin tënd të vërtet. Shkëlqe, por mbaje këmbët në tokë. Virgjëresha, letra e tarotit për këtë të diel, 9 kupat virgjëresh, bëj një dëshirë. Letra e tarotit për këtë të diel, 9 kupat, një letër që lidhet me plotësimin e dëshirave, kënaqësinë dhe realizimin e një ëndre që e ke mbajtur në zemër. Ndoshta ke jo vetëm një, por disa dëshira që do të doje të shihet të bëheshin realitet, dhe sot mund të ndihesh më pranë tyre nga sa mendon. Megjithatë, më nënt gusht mund të shohësh njerëz të tjerë teje duke përjetuar gjëra të bukura. Një mik mund të ketë arritur diçka që dëshiron edhe ti, ose një koleg mund të duket sikur po ecën shumë shpejt përpara. Dhe kjo mund të të bëjë të pyesësh veten, por unë kur do ta kem momentin tim? Nëse hëna hyn në gafore, emocionet mund të bëhen pak më të vështira për të menaxhuar, mund të ndihesh pa durim, pa siguri ose një lloj zgënjimi të brendshëm. Po këshilla e sotme është e qartë, mos e krahaso historinë tënde me atë të miqve apo kolegëve. Secili ka ritmin e vet, ajo që për dikë tjetër po ndodh sot, mund të jetë një pjesë e një kapitulli që do ta përjetosh më vonë. Ëndra jote mund të kërkojë më shumë kohë, një përgatitje tjetër ose një mësim që ende nuk e ke përfunduar. Beso procesit dhe mos mendo se vonesa do të thotë mohim. Mesazhi 9 kupave, mos u qetëso sepse ëndra jote nuk erdhi ende. Shiko rrugën tënde, jo atë të tjerëve. Ajo që është për ty dhe do të vijë në kohën e duhur. Peshorja, letra e tarotit për këtë të diel, budallai. Një letër që lidhet me fillimet e reja, por edhe me tendencën për të nxituar drejt diçkaje, vetëm sepse dëshiron shumë dhe do që të ndodhë me një herë. Në 9 gusht, hëna hyn në gafore dhe aktivizon sektorin tënd të karrierës. Kjo mund të sjellë një përmirësim në punë ose një mundësi për të treguar më qartë aftësitë e tua profesionale. Nëse ke punuar shumë dhe dëshiron që përpjekjet e tua të vihen re, sot është dita për të treguar për sosmërinë tënde. Mos ke frikë të marrësh përgjegjësi, të paraqesësh idetë e tua apo të tregosh rezultatet që ke arritur. Por letra e budallait të jep edhe një paralajmërim, mos u nxito. Entuziazmi është i mirë, por vendimet e rëndësishme duhen marrë me pak më shumë mendim. Nëse je duke kërkuar një punë të re, mos prit që mundësia të trokas vetë në derë. Bëhu aktiv, apliko, kërko dhe ndiq mundësitë që të interesojnë vërtet. Një hap i guzimshëm mund të të çojë drejt një drejtimi të ri profesional. Sot kombinimi i ambicjes me durimin është çelësi. Vepro, po mos u lidh pa parë ku po shkel. Mesazhi i letrës tarotit budallai, mos ki frikë nga një fillim i ri, por mos lejo pa durimin të bëjë të marrë vendime të nxituara. Ec përpara me guxim dhe zgjuarsi. Akrepi, letra e tarotit për këtë të shtunë akrep, faqja e kupave. Akrep, ti përjeton emocionet me shumë intensitet dhe shpesh janë pikërisht këto emocione që të bëjnë të ndihesh plotësisht i gjallë. Letra e tarotit për këtë diel, faqja e kupave, një letër që lidhet me emocionet, imagjinatën, ndjeshmërinë dhe mundësitë e reja për të shprehur anën tënde krijuese. Më 9 gusht po mëson të lidhësh emocionet e tua me artin dhe krijimtarinë. Në vend që ti mbash të gjitha ndjenjat brenda, mund të shndërrosh ato në diçka të bukur, një pikturë, një këngë, një shkrim, një video apo thjesht një mënyrë e re për të shprehur. Kjo është gjithashtu një ditë e mirë për të ndarë ndjenjat me njerëzit që kanë rëndësi për ty. Mos mendo se të tregosh anën tënde të ndjeshme të bën të dobët, përkundrazi sinqeriteti emocional mund të krijojë lidhje shumë më të thella. Një aventurë e re mund të jetë pikërisht shkëndija që të frymëzon për diçka të madhe, mund të jetë një udhëtim, një njohje e re, një përvojë spontane ose thjesht dalja nga rutina. Mos e nënvlerëso atë që ndjen sot, një emocion i vogël mund të bëhet frymëzim për një krijim të madh. Dhe mesazhi i faqes së kupave për ju, mos i fshi emocionet, shprehi, krijo dhe lejoje zemrën të tregojë drejtimin. Ndonjëherë frymëzimi më i madh lind pikërisht nga ajo që ndjen më thellë.
Shigjetari, letra e tarotit për këtë të shtunë, 9 gusht, magjistari i përmbysur shigjetar. Jo çdo talent që ke duhet ta përdorësh me njëherë. Ndonjëherë është e mençur të ruash energjinë, kohën dhe aftësitë tua për momentin ku ato të kenë ndikimin më të madh. Magjistari i përmbysur të kujton se nuk e pse ti provosh të gjitha aftësitë tua në të njëjtën kohë. Mund të vendosësh një zakon ose një projekt më njanë për momentin dhe ti rikthesh kur koha të jetë më e përshtatshme. Më 9 gusht, hëna hyn në gafore, duke aktivizuar sektorin tënd të burimeve të përbashkëta. Kjo sjell vëmendjen te parat, marrëveshjet dhe ajo që ndan financiarisht me njerëzit e tjerë. Nëse dikush të kërkon të bësh diçka dhe ti mendon se puna jote duhet të paguhet, mos ki frikë kërkosh atë që meriton. Mos e vlerëso kohën dhe talentin tënd duke punuar falas, vetëm sepse të vjen zor të kërkosh pagesën. Ka një ndryshim mes së qenit bujar dhe të lejosh të tjerët të përfitojnë nga aftësitë tua. Dhe mesazhi i magjistarit të përmbysur për ju: ruaj talentet e tua për mundësinë që kanë vërtet vlerë, dhe kur puna jote ka një çmim, mos ki frikë ta thuash. Bricjapi, letra e tarotit për sot bricjap. Faqja e pentakulave. Një letër që lidhet me mësimin e një aftësie të re, e cila me kalimin e kohës mund të sjellë edhe të ardhura. Je në një moment shumë interesant, ku nuk ke nevojë të bësh ndryshime të mëdha me njëherë. Mjafton të mësosh nga pak çdo ditë, të praktikosh dhe të jesh i qëndrueshëm. Përparimi mund të vijë më shpejt nga sa mendon. Kjo mund të jetë një aftësi profesionale, një kurs, një zanat i ri ose diçka që gjithmonë ke dashur ta mësosh. Sot është ditë e mirë për të hedhur hapin e parë. Ndërsa hëna hyn në sektorin tënd të partneriteteve, nuk ke pse ta bësh këtë rrugëtim vetëm. Mund të kërkosh një miku, kolegu ose personi të besuar të bashkohet me ty. Të kesh dikë me të cilin mund të praktikosh, mund ta bëj procesin më shumë argëtues. Mund të motivoni njëri tjetrin, të shkëmbeni ide dhe të mbështeteni gjatë momenteve kur motivimi bie. Faqja e monedhave të kujton se sukseset e mëdha shpesh fillojnë me hapa shumë të vegjël. Mesazhi për ju bricjap: mëso sot atë që mund të sjellë sukses nesër, mos e nënvlerëso fuqinë e pak minutave praktik çdo ditë. Me një durim aftësie të re mund të kthehet një mundësi e madhe. Ujori, letra e tarotit për sot ujor, 3 kupat. Një letër që lidhet me miqësinë, shoqërinë, gëzimin dhe energjinë e bukur që krijohet kur njerëzit e afërt mblidhen së bashku. Më 9 gusht, mendo për të gjitha gjërat argëtuese që mund të bësh me njerëzit që ke pranë. Ndonjëherë jeta bëhet aq e zënë dhe detyrime sa harrojmë se koha cilësore me miqt është po aq e rëndësishme sa çdo angazhim tjetër. Mund të kalosh një ditë shumë të këndshme me një shoqë të mirë duke bërë diçka që prej kohësh e keni shtyrë. Ndoshta mund të merreni me një punim dore, një aktivitet krijues, të provoni një hobi të ri ose thjesht të dilni për një aventurë të vogël nëpër qytet. Nuk ka nevojë të jetë diçka madhështore, mjafton të krijoni kujtime dhe të qeshni së bashku. 3 kupa të kujton se gëzimi bëhet edhe më i bukur kur ndahet me njerëzit e duhur. Mesazhi i letrave për ju: mos e shtyr gjithmonë argëtimin për një ditë tjetër. Telefono një mikesh, dilni, qeshni dhe bëni diçka që ju sjell gëzim. Sot është dita për të festuar me miqësinë. Peshqit, letra e tarotit për këtë të diel peshq, 8 kupat. Kjo është një ditë për shërim emocional dhe rritje të brendshme peshq. Letra jote e tarotit për këtë të diel 8 kupat, një letër që lidhet me emocione të ndërlikuara, dhimbje të fshehura dhe situata emocionale që nuk është gjithmonë lehtë i përballosh. Numri 8 shpesh lidhet me vështirësi dhe periudhat e provat, ndaj kjo letër mund të tregojë se po kalon një moment ku disa kujtime ose emocione të vjetra ende të rëndojnë. Me hënën që hyn në gafore mund të dalin përsëri në sipërfaqe disa plagë ose ndjenja të së kaluarës. Ndoshta një kujtim që mendove se e kishe lënë pas mund të të prek përsëri, por mos u përpiq ta injorosh atë ndjenjë, atë që ndjen. Ndonjëherë shërimi fillon kur pikërisht pranojmë se diçka na ka lënduar, nëse e ndjen se është e vështirë të përballosh vetëm këto emocione. Forme një person të cilit i beson dhe që ditë të dëgjoj pa të gjykuar. Të flasësh atë që ke mbajtur brenda nuk të bën të dobët, përkundrazi do të jetë hapi që të ndihmon të çlirohesh nga një barë emocionale që e ke mbajtur për shumë gjatë. Letra e tarotit, 8 kupat, të kujton gjithashtu se ndonjëherë duhet të largohesh emocionalisht nga ajo që të ka lënduar, jo për të harruar, por për të mos lejuar që e kaluara të vazhdojë të kontrollojë të tashmen. Mesazhi i letrave për ju peshq: mos ik nga emocionet e tua, përballoji, kuptoji dhe lejoje veten të shërohet. Ajo që po lëpas mund të jetë pikërisht ajo që të hap rrugën drejt paqes së brendshme. Këto ishin letrat tarot për 12 qenjat e zodiakut për ditën e diel 9 gusht 2026. Ju uroj një të diel të mbar dhe faleminderit që na ndiqni. Mos harroni të na bëni like dhe subscribe.